për gjitha zhvillimet e ditës së sotme, por edhe sa i përket mbledhjes së djeshme të kryesisë, në mungesës së cilës dështoi edhe të shtyhet tutje çështja e miratimit të buxhetit. Atëherë Eugen, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Eugen, flasim fillimisht për këtë takimin që presidenti pati sot me liderët e partive politike, kishte shëndrime të ndryshme, përsëri mungesë konsensusi për ta zgjidhur situatën. Ai ishte veprimi i duhur sot se si tha presidentja pas këtij takimi që do të bëj përpjekje që të evitohen fillimisht zgjedhjet dhe pastaj gjendet zgjidhja tjetër? Në radhë të parë, Dëniku besoj që këto takimet në kuadër të afatit 10 ditor, ndonë se të parapara me kushtetut e në funksion të gjetjes së një konsensusi, me shumë gjas do të përfundojmë pa ndonjë rezultat. Në radhë parë është e qartë që Lëvizja Vendosje nuk i ka numrat për të siguruar një mandatar të dytë për kryeministër, e në anën tjetër partitë ish opozitare nuk kanë as gatishmëri e mbas as interes që të tentojnë formimin e një qeveri e tretë, duke ditur që një qeveri e tillë do të mund të kishte mandat diçka më shumë se 4 muaj. Në anën tjetër, unë besoj që presidenti i vendit do të tentojë që ta shfrytëzojë afatin 10 ditor në tërësi në mënyrë që të... Përkundër faktit që thua se ka rrezik madh të dështojë, apo gjasat janë të doja të dështojë mandatari i dytë? Unë besoj që ka pafundësisht më shumë gjasa që të dështojë procedura për zgjedhjen e kryeministrit respektivisht formimit të qeverisë, se sa të gjendet ndonjë zgjidhje tjetër e ndërmjetme në situatën e tanishme. Por në anën tjetër, besoj që ndër arsyet kryesore se pse presidenti i vendit mbase do të pres në ditët në vjem, është në radhë të parë ajo ka obligim kushtetues që të tentoj të evitoj zgjedhjet. Së dyti, nga ajo çfarë dëgjuam sot dhe në bazë të informacioneve nga takimi, del që kryetari i Lëvizjes Vendosje ka deklaruar që në ditët e mbetura mund të ketë ose takim shtesë apo edhe përpjekje të tjera në funksion të gjetjes së një zgjidhje për dal nga kriza aktuale dhe për të pasur qeveri. Dhe deklarimi si i tillë ja pamundson presidentës që qysh sot të deklaroj që shpërndahet kuvendi respektivisht ka dështuar mandatimi i dikujt. Por në anën tjetër unë besoj që këtu vlen shpreha se mund të ketë vonim, por jo shpëtim nga situata, për shkak se diskursi i të gjitha partive të cilat morën pjesë në takim, përkatësisht liderëve të tyre, ishte tepër i qartë që vendi po shkon drejt zgjedhjeve dhe tashmë besoj që diskutabile është vetëm nëse zgjedhjet do të bëhen në fillim apo në të muaj dhjetor. Megjithatë tani në rast se Kurti tenton të formojë qeverinë, a duhet ndryshoj mandatari për kryeministër në këtë rast edhe kush mendon se mund ta nxjerrte në këtë situatë Kurtin nga kjo krizë për të formuar qeverinë apo thjesht konsideron që nuk i ka mënuar as nga pakicat? Së pari, unë besoj që kjo çështje duhet shtrihet në 2 nivele. Në nivelin politik nuk e besoj që Lëvizja Vendosje do të propozonte kandidat tjetër për kryeministër përveç zotit Albin Kurti, në radhë parë për shkak se është kandidati më i votuar në zgjedhjet e fundit, së dyti për shkak të diskursit e narrativës tash sa muaj që do të ketë qeveri Kurti 3. Në anën tjetër sa i përket çështjes procedurale, ndonë se edhe vetë presidenti Osmani sot deklaroi që nuk mund të jetë kandidati i njëjtë. Unë besoj në fakt që nëse kushtetuta interpretohet në frymën e saj që është në funksion të zhbllokimit e jo të bllokimit të procedurave, në një situatë hipotetike kur zoti Kurti do të mund të siguronte 61 nënshkrime, pra minimalisht, presidentja nuk do të kishte mundësi kushtetuese për ta refuzuar kandidaturën si të tillë, për shkak se kriteri kryesor në raundin e dytë është sigurimi i numrave, pavarësisht emrit të përveçëm. Po është e vërtetë që presidentja ka diskrecion në këtë drejtim, pra ajo mund të caktoj kriterin bizotruese, por si i tillë neni 95 paragrafi 4, pra kur përmendet pjesa kandidatin tjetër, unë besoj që ka të bëjë me kuptimin procedural, pra kandidatin tjetër në kuptimin e raundit të dytë për të pasur përpjekje për zgjedhjen e qeverisë dhe jo që të jetë emër i përveçshëm dikush tjetër. Sepse kjo nëse do të vijohej me një çështje të tillë, atëherë kjo në radhë parë e nxit mungesën e konsensusit politik, pra si mund ta përjashtojmë a priori mundësinë që ta zëm sot zoti Kurti, nesër apo pasnesër dikush tjetër, në raundin e dytë të bëj kompromise dhe të siguroj votat e nevojshme për zgjedhjen e qeverisë. E në atë rrethon, cila do të ishte ideja që dikujt jetuat nuk
nuk mund t'jesh më kryeministër sepse ke dështuar më herët. Unë besoj që nuk ka kuptim dhe si e tillë, ndonëse se as nuk kemi e me shumë gjasë nuk do të harrim fare në atë pikë në këtë legislaturë, por unë besoj që nuk duhet që të përjashtohet si mundësi e tillë. Sa i përket çështjes mundësisë së gjetjes së një zgjidhje tjetër për çështjen e buxhetit e të tjera, pra qoftë përmes një qeverie të përkohshme, qeverie teknike ose diçka tjetër, unë besoj që këto forma të qeverisë në radhë të parë janë karakteristike vendeve të pazhvilluara. Së dyti kemi pasur 8 muaj kohë për gjetur zgjidhje dhe tani më kur arrim në pikën e fundit, tashmë unë besoj që nuk ka sens që të ketë një qeveri të tillë, e madje besoj që nuk ka as urgjencë çfarë po tentohet që të paraqitet në publik. Ta zëm për çështjen e buxhetit dhe të pagave, më duhet të theksoj që në bazë të legjislacionit në fuqi, në rast se ne do të kemi zgjedhje në dhjetore që duken të pashmangshme si të tilla, automatikisht ndarjet buxhetore siç kanë qenë këtë vit do të vlejnë edhe për muajin janar dhe muajin shkurt të vitit të ardhshëm. E nëse zgjedhjet ta zëm mbahen në muajin dhjetor përkatësisht me 14 dhjetor si data më e largët në bazë të afateve të deritanishme, me gjithë procedurat për mbajtjen e zgjedhjeve, certifikimin e rezultateve, seancës konstituive të tjera, ne prap arrim që duhet të keshim qeveri nga fundi i muajit shkurt. Pra edhe në një rrethon të atill do të mund të kishim një qeveri e cila pastaj sjell një buxhet i cili për nga aspekti ligjor e atë të legitimitetit është tërësisht në rregull dhe si tillë as nuk do të kishte rrezik që qytetarët mbesin pa paga apo diçka tjetër. Po, është e vërtetë që ekziston rreziku që në rast se nuk do të kemi zgjedhje qeverisë deri në muajin mars, kur i ska dhënë mandati zonjës Osmani dhe kur eventualisht do të drejtohemi sërish kutive të votimit për shkak të shpërndarjes kuvendit, ajo do të mund të ishte një situatë problematike, por që në atë rrethon tek atëherë unë besoj që do të mund diskutohej për qeveri teknike, për zgjidhje emergjente të tjera. Dhe ndërkohë kemi parë presidentin që ka thënë që ka mekanizma kushtetues që e vetë ta stërgjat këtë çështjen e buxhetit. A është kjo forma më e mirë sa i përket zgjidhjes edhe të kalimit të krizës me buxhetin apo çfarë? Në radhë të parë presidenti i vendit nuk ka kompetencë ligjore për të propozuar buxhetin e vendit. Pra, në bazë të kushtetutës dhe akteve tjera ligjore në fuqi, i vetmi ligj që dallon prej të tjerëve për nga propozuesi është ligji për buxhetin. Pra, ligji për buxhetin është kompetencë ekskluzive e qeverisë. Pra, vetëm qeveria, jo deputetët e lëre më presidentja, nuk kanë të drejtë propozojnë ligj për buxhetin. Zonja Osmani mund të iniciojë, me qenë se u përmend edhe mundësia që ajo të kërkojë ose si zgjidhje fleksibile të propozojë një vendim për vazhdimin e ndarjeve buxhetore edhe për muajin mars. Por që si e tillë është, unë besoj, diskutabile, sepse ndonse nenin përkatës i kushtetutës përcakton që presidentja mund të iniciojë projekt ligje në kuvend, ka një ligj për nismat legislative i cili përcakton që presidentja mund të propozojë ligje vetëm për fusha që janë në kompetencën e saj. E çështjet buxhetore nuk bien në kompetencë të presidentës së vendit, dhe që unë besoj që në fakt në këtë situatë ajo as nuk ka nevojë që të bëhet palë në le themi pjesën e diskutimeve partijake, sepse në fund ditës do të jenë partitë, ato që qoftë tani, qoftë në shkurt apo në mars, do duhet që të gjejnë një zgjidhje për çështjen e buxhetit, ndonse në situatën e tanishme kjo duket shumë e mundshme pas zgjedhjeve të ardhshme se sa në situatën e tanishme. Po dhe Eugen, me gjithë këto rrethonat e krijuara tani, po duket që po shkojmë drejt zgjedhjeve. Megjithatë, a e kanë të qartë qytetarët sot për arsyeën sepse po shkojnë në zgjedhje, sepse më në shkurt ata kanë votuar për formimin e institucioneve apo jo? Mbas këtyre qëndrimeve, a e kanë qartë se po shkojnë për sërish zgjedhje? Unë dyshoj që e kanë qartë dhe është besoj prej rasteve më të këqija që do të mbeten në historikun politik të Kosovës, se si përkundër 9 muajve të kaluar pas mbajtjes së zgjedhjeve, nuk do të kemi një qeveri. Në bazë të disa matjeve që janë bërë për gjatë periudhave të ndryshme, qytetarët i fajsojnë gjitha partitë për krizën si të tillë, por normalisht në kuadër të partive politike barra më e madhe e përgjegjësisë bie mbi lëvizjen vetëvendosje, që në radhë parë ka pasur të drejtën e formimit të institucioneve dhe së dyti ka pasur potencialin më të madh. Pra, me aritmetikën e numrave aktualisht në kuvend, lëvizjes vetëvendosje i mungojnë 2 deri në 3 deputet maksimalisht për gjetur numrin e nevojshëm prej 61 votash, duke llogaritur këtu edhe 3 votat e nismës socialdemokrate, cilët kanë deklaruar që me një marrëveshje politike do të mund votonin qeveri. Pra, unë besoj që për qenë sinqert nuk
kam ndonjë bindje që lëvizja vendosje ka dashur që të formojë një qeveri tillë, por unë besoj që për herë të parë në historinë e Kosovës kemi pasur vullnet politik. Po, për shkak se në radhë parë rezultatet e zgjedhjeve si tilla, ndonse janë pranuar nga partitë, de facto çdo ditë është minuar rezultati zgjedhor, sepse lëvizja vendosje ka pasur të qartë që pa marrëveshje me ndonjë prej partive të mëdha opozitare apo cilës do ish opozitare në fakt, cilës do prej tyre nuk mund të ketë qeveri. Së dyti, një qeveri e tillë ku lëvizja vendosje mund të rrëzohet nga pushteti në cilin do moment për shkak të çfarë do mospajtimi, e që kjo sidomos është e shprehur në rast të një qeverie të pakicës që është përmendur si opsion, pra kur dikush do të mund ta votonte qeverinë por të mos jetë pjesë e saj, e ka bërë lëvizjen vendosje që të mos jetë interesuar për një formë të tillë të qeverisjes. Në anën tjetër, partitë opozitare, për shkak të vonesave disa mujore, nuk kanë dashur besoj që t'i rreken punës për formimin e institucioneve për shkak se një qeverisje disa mujore ku e njëjta do të përfundonte më së voni në mars të vitit të ardhshëm, me qenë se lëvizja vendosje me 48 deputet i ka gjithë mekanizmat e mundshëm për ta bllokuar apo zvarritur procesin deri në dështimin e zgjedhjes së presidentit që provokon automatikisht zgjedhje të parakohshme parlamentare. Prandaj unë besoj që gara në Kosovë nuk ka qenë kush do t'i formojë institucionet, por kuj do t'i mbetet në fund faj për dështimin, për miratimin e tyre. E në këtë drejtim, konsideroj që situata e fundit me çështjen e buxhetit është vetëm pjesë e një taktizimi të tillë që të tentohet të gjendet një fajtor kujdestar për gjitha zhvillimet që kanë ndodhur. Dhe a rrezikojmë që përsëri shkojmë në zgjedhje edhe për çështjen e presidentit dhe po besoj ke pa një shndrim të presidentes që ka përmendur sot që mund shmangët kjo dhe ka pasur edhe të partive politike pajtim që shkohet me zgjedhjen e presidentit në formë direkte. Duhet nevojite ndryshime kushtetuese apo cilat janë procedurat, a është e vështirë ky proces realizohet? Ndryshimi i mënyrës së zgjedhjes së presidentit është prej temave më të diskutuara në kuadër të reformës zgjedhore sidomos, dhe për këtë ka dhe vetë draft në fakt në kuvend në kuadër të punës që është bërë nga disa komisione. Duhet të theksoj që mënyra e zgjedhjes së presidentit nga kuvendi në kalimi përkatësisht në zgjedhje të drejtë për drejtë është kundërshtuar vetëm nga lëvizja vendosje përgjatë etapave të kaluara dhe që si e tillë nevojiten për të paktën 80 vota për, në kuadër të së cilave duhet të përfshijnë në 2/3 e votave të komuniteteve. Gjë që automatikisht e bën këtë proces vështirë të realizueshëm, duke ditur rolin destruktiv që ka pasur lista serbe në kuadër të çfarë do propozimi për ndryshime kushtetuese. Në anën tjetër, po është e vërtetë që zgjedhja e drejtë për drejtë e presidentit do të evitonte mundësinë e shkuarjes në zgjedhje për shkak të mosmarrëveshjeve në mes të partive, por në anën tjetër në kuptimin e kompetencave që zakonisht ka qenë tema më problematike, këtu ka qenë besoj edhe pika e ndarjes në mes të partive politike, sepse një pjesë e partive beson që ndryshimi i mënyrës së zgjedhjes duhet të shoqërohet edhe me më shumë kompetenca për shkak të legitimitetit më të madh qytetar, dhe në anën tjetër ajo çfarë ka shumë rëndësi është edhe çështja e propozimit, sepse në fund të ditës pa përkraje të subjekteve politike, sidomos atyre të mëdha, është vështirë e besueshme që ndonjë kandidat do të mund siguronte votat e nevojshme. Dhe me qenë se edhe zgjedhja e presidentit do duhet kalonte me sistem 2 raundësh, pra me një lloj balotazhi presidencial, kjo do të rikthente në diskutim çështjen e pazareve që bëhen në mes partive për përkrahjet një kandidati apo kandidati tjetër, që pastaj ngri dilema për këtë çështje. Por në anën tjetër, përkundër rreziqeve që kemi pasur në vazhdimsi, Kosova asnjëherë nuk ka shkuar në zgjedhje për shkak dështimit të zgjedhjes presidentit. Pra gjithmonë janë gjetur modalitete, ta në rastin e zonjës Osmani ka pasur deputet nga radhët e komuniteteve jo shumicë, deputet nga radhët e PDK-s, por edhe ata të LDK-s që kanë qëndruar respektivisht kanë votuar në sallë për ta. Andaj unë nuk besoj që nëse arrim në pikën ku zgjedhja e presidentit do të varet nga një grusht votash, thënë kushtimisht, do të mund të rrezikonim zgjedhje sepse partitë do donin të evitonin zgjedhje, dhe unë në fakt besoj që qytetarët vetë se janë lodhur nga proceset e shpeshta zgjedhore dhe edhe dy palë zgjedhje brenda
le të themi 6 muajve në vijim, do të ishin kafshat shumë e vështirë për t'u kapërdirë në radhë parë nga ana e qytetarëve dhe që si e tillë do të mund t'i dëmtonte partitë politike në garën zgjedhore. Dhe Eugen, për gjithë këtyre muajve ne nuk kemi parë qeveri, nuk kemi parë buxhet kaluar, as plan rritjes as asgjë dhe ndërkohë deputetët që nga 15 prindi kanë marrë mbi 1 milion euro për pagat e tyre. A mund të themi që kanë shkuar dëm këto paga duke parë që nuk kanë punuar asgjë gjatë kësaj periudhe? Unë besoj që në mesin atyre shpenzimeve më të parasyeshme që kemi pasur në ndonjëherë në Kosovë janë pikërisht pagat e ligjvënësve. Dhe unë besoj që në një të ardhme të afërt do duhet që të qartësohej kjo gjë më mirë, sepse deputetët përveç se kanë marrë paga për gjatë muajve të fundit pa bërë asnjë punë, shumica e së cilave kanë qenë seanca 2-3 minuqe. Për shembull, ishte interesante që edhe në mbledhjen e kryesisë që u mbajt ditën e djeshme, pati deklarime që disa prej çështjeve të diskutuara përfshinin edhe kompenzimin për udhëtimet jashtë vendit apo diskutimet për udhëtime jashtë vendit. Pra, deputetët të cilët e kanë zvarritur tërë këtë situatë, po flasim për kompenzim të udhëtimeve jashtë vendit, ndonse të njëjtit nuk i kanë marrë së bashku që nga 15 prilje tutje, nuk besoj të kenë më shumë se 3-4 orë efektive të punës të marra në total. Dhe kjo është e papranueshme dhe tregon në fakt për një lloj degradimi që kemi parë në Kosovë për gjatë muajve, mbas edhe viteve të fundit, por që një gjë e tillë do duhej të rregullohej përmes mënyrës apo ndryshimit të mendësisë politike, sepse në fund të ditës, edhe nëse kemi zgjedhje në dhjetor, edhe nëse kemi zgjedhje në mars apo prill, nëse problemi i njëjtë vjen të mbetet mungesa e vullnetit politik për të ulur dhe për diskutuar së bashku, unë besoj që nuk do të arrijmë që të kemi asnjë progres në radhë parë si shoqëri e as më pak si vend. Po, dhe Eugen, pse po shihen zgjedhjet si zgjidhja vetëm aktualisht? Dhe çfarë rezultati potencial do të prodhonin këto zgjedhje? A mund të prodhojë një parti e cila mund të formoj vetë qeverin pa nevojën e një koalicionit më shumë? Ajo çfarë ka shumë rëndësi është që rezultatet e fundit kanë pamundsuar qeveri të vetme nga cila do palë, por i kanë lënë palët me pak numra mungesë për të formuar qeveri të koalicioneve të ndryshme. Ta zëm në radhët e lëvizjes vetëvendosje, nëse të njëjti do të kishin 3 deputet më shumë, pra nga 48 në 51, atëherë ata do të mund që t'i formonin institucionet pa pasur nevojë për koalicione, duke llogaritur votat e komuniteteve pakic. Në anën tjetër, nga 52 deputet sa kanë pasur partitë ish opozitare, nëse do të kishin edhe 2-3 deputet më shumë, edhe ato do të mund ta formonin një qeveri e cila nuk varet nga votat e listës serbe. Prandaj unë besoj që në fakt kalkulimet në garën zgjedhore janë për disa numra dallim, sepse në bazë të dinamikave të deritanishme, unë nuk pres që rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme të prodhojnë ndryshime radikale zgjedhore. Dhe këto disa numra që thua, Eugera, mund të ndryshojnë pasaj pozicionet e partive politike me këto qëndrime, me këtë klimën që është krijuar tani? Unë besoj që në fakt edhe me numra të njëjtë do të mund ndryshonin raportet mes partive politike, sepse nëse edhe një herë qytetarët do të jepnin të njëjtin verdikt, unë besoj që do të ishte në radhë parë as e duhur, as adekuate, as e konvenueshme për partitë që të kërkojnë edhe një cikël të tretë, sepse rreziku pastaj do të ishte që ose qytetarët nuk do të merrnin fare pjesë në proces zgjedhor, apo nëse do të kishte fajtor të qartë sërish për dështimin, e njëjta parti do të mund të penalizohej më shumë. Prandaj unë besoj që me shumë gjas, ndonse ndryshimet mund të jenë margjinale, pa dashur që të konstatoj diçka, sepse në fundit zgjedhjeve nuk u dihet si të tilla, por që unë nuk pres që të kemi ndryshim shumë të madh në taboret apo në kuptim të numrave që do të kemi palët, por që edhe me ato ndryshimet minimale, unë besoj që impakti pastaj do të ishte i madh në formimin e institucioneve. Dhe me këtë idenë që po shkojmë në zgjedhje, a ishte edhe vendimi sotëm i qeverisë për të kaluar buxhetin për vitin 2026, duke ditur që paraprakisht nuk e kishte mbështetjen e partive tjera opozitare që patit janë në mbledhjen e kryesisë për këtë buxhet? Sa i përket mbledhjes së djeshme të kryesisë, unë besoj që partitë ish opozitare nuk kanë pasur potencial që ta pengojnë miratimin e tyre, sepse lëvizja vetëvendosje me 2 antarë dhe 2 antarë tjerë nga radhët e komuniteteve, pra zonja Emilia Regjepi dhe zoti Rashi që janë pjesë e kabinetit qeverisës si subjekte politike, kanë mundur që ta kalojnë vendimin e fjalë, sepse vendimet në kryesi merren me shumicë, por që unë besoj kjo është më shumë pjesë e lojës politike e cila ka të bëjë me
çështjen e fajësimit dhe viktimizimit. Andaj unë besoj që miratimi i sotëm i buxhetit nga ana e qeverisë, për te pjesës kundërligjshmëri, cilën do të mund ta diskutojmë, besoj që është përpjekje për ta vendosur taborin tjetër në një situatë të vështirë ku votimi i projektligjit si i tillë i jep kapital politik lëvizjes vendosje me premtime cilat u tentua që të realizohen në kuadër të buxhetit. E në anën tjetër, mosvotimi i tyre do të mund të përdoret sërish si kartë vetëse tash për t'i akuzuar që janë kundër rritjes së pagës minimale, kundër rritjes së pagave, pensioneve e benefiteve tjera për qytetar. E madje në këtë drejtim besoj që edhe çështja e buxheteve të komunave, sidomos Prishtinës, Gjilanit dhe Zubin Potokut, është në kuadër të njëjtës taktik, sepse për muaj të tërë kemi dëgjuar se si LDK dhe kryetari i Prishtinës nga radhat e kësaj partie ka akuzuar qeverinë për blokadë dhe në rast se ta zëm në një situatë ku LDK nuk e përkrah një miratim të tillë, kjo do të mund të përdoret kundër tyre në raundin e dytë të balotazhit. Dhe më e rëndësishme, po besoj Eugen, është çështja a është ligjore ajo ky vendimi sot për kalimin e buxhetit, sepse është interpretuar në forma të ndryshme, sot qeveria po e mbron, po thotë që ka të drejtë sipas ligjit ta kaloj këtë buxhet në këtë formë. Së pari, nisur nga aspekti ligjor, pra i ligjit për qeverinë, ka një keq interpretim të qëllimshëm të dispozitave në fjalë. Neni 31 i ligjit i përcakton kufizimet që kanë qeverit në dorëheqje. Në mesin e tyre përmendet edhe miratimi i projektligjeve, i amandamenteve kushtetuese të tjera. Dhe ligji këtu e bën një dallim të qartë mes të qeverisë në dorëheqje dhe qeverisë në detyrë. Qeveria në dorëheqje është cila do qeveri që e humb mandatin brenda asaj legislature. Dhe brenda periudhës deri në zgjedhjen e qeverisë së re në atë legislaturë, qeveria në dorëheqje përkundër se ka disa kufizime, e ka përjashtimisht rastin e lejuar që të dërgoj buxhetin në kuvend. Por paragrafi 5 thekson që kufizimet e këtij neni, pra pamundësia për të miratuar ligje e të tjera, vlen për qeverinë në detyrë në mënyrë të njëjtë. Por aty nuk thuhet që vlen edhe përjashtimet. Pra vlen vetëm kufizimi si i tillë e jo rasti përjashtimor siç është me nenin, me paragrafin 2 të këtij neni. Prandaj pikë së pari është e kundërligjshme për nga vet ligji si i tillë. Së dyti është e kundërligjshme paradoksale edhe nga aspekti i konfliktit interesit. Pra në seancë në mbledhjen e qeverisë së mbajtur sot, të paktën ose më shumë se gjysma në fakt e kabinetit qeveritar që votuan pro këtij projektligji, do të shkojnë sërish në kuvend dhe t'ia paraqesin sërish vetvetes këtë projektligj dhe eventualisht do të votojnë pro tij. Pra për të njëjtin projektligj, individ të caktuar do të votojnë pro në 2 instanca nga 2 funksione të ndryshme, edhe si kryeministër në detyrë, edhe si deputet. Dhe kjo bie ndesh me parimin e kontrollit dhe të balancimit të pushteteve, për më tepër është edhe cënimi drejt për drejt i rendit kushtetues në Kosovë. Së treti, ajo çfarë ka rëndësi, ironikisht ka qenë pikërisht Ministria e Financave, të cilës Gjykata Supreme ja kishte anuluar një udhëzim administrativ në verë të këtij viti, për shkak se ministri i cili kishte nxjerrë udhëzimin administrativ në bazë të gjykatës kushtetuese ka papajtueshmëri të mandatit, sepse i njëjti nuk mund të jetë ministër dhe deputet njëkohësisht, dhe si i tillë udhëzimi administrativ ishte shfuqizuar. E tani po i njëjti ministër që ka përgatitur këtë ligj dhe që e prezantoi para qeverisë, pra po e nxjerr një akt që është shumë më peshë se sa udhëzimi administrativ. Është ligji më i rëndësishëm i vitit, pra ligji për buxhetin, dhe që po i njëjti ministër që ka pasur shkelje ligjore në nxjerrjen e një akti, po nxjerr një akt tjetër shumë më të rëndësishëm saj. E unë besoj që këto 3 elemente tregojnë që kemi të bëjmë një vendim të kundërligjshëm, për cilin kam dyshime nëse do të sfidohet në radhë të parë, për shkak se i njëjti edhe pse është miratuar në qeveri, duhet që të kalojë edhe në kuvend. E në kuvend për të kaluar, po, për shkak se vetëm vendimarrja si e tillë e qeverisë mund të sfidohet nga partitë për nga aspekti i përgjegjësisë penale, siç ka bërë LDK-ja me disa raste, por në kuptimin e ligjshmërisë, i njëjti do të mund sfidojë vetëm në rast se kalon në kuvend. E problemi tjetër është që ky projektligj nuk mund të kalojë në kuvend për 2 arsye. E para, kuvendi nuk i ka të formuara trupat e brendshme përkatësisht komisionet. Dhe arsyeja pse nuk i ka të formuara është sepse rendi i gjërave e do që fillimisht të zgjedhet qeveria,
pastaj formohen komisionet, sepse edhe disa prej komisioneve në bazë të ligjit duhet të udhëhiqen nga opozita. E në situatën e tanishme ne nuk kemi ende tabore pozit-opozit, sepse nuk e dim kush mund të jetë kryeministër e kush mund të jetë pastaj opozit. Dhe së treti ka gjykime të gjykatës kushtetuese, sidomos në vitin 2020 dhe 2021, në cilin është përcaktuar që detyra parsore e një kuvendi, pasi që të konstituohet, është zgjedhja e qeverisë. Pra kuvendi nuk mund të fillojë të miratoj ligje pa pasur një qeveri. Dhe vetë ideja e ekzistimit të trupave të kuvendit është për të qenë një lloj ndërmjetësin mes qeverisë dhe të kuvendit. Prandaj unë besoj që do të arrijmë në pikën ku i njëjti do të cilët, e mbas edhe do të mund tentohet formimi i komisioneve, por që kjo nuk do të kalojë nëse partitë e mbajnë qëndrimin e njëjtë normalisht, dhe që kjo është pjesë e atij taktizimi që e përmenda në fillim, që në rast të mosvotimit do të ketë kampanja kundër çdo kujt, e këtu nuk po i përfshi vetëm partitë, sepse gjatë gjithë kohës këto vendime janë marrë në bazë të kalkulimeve për fushat, apo jo? Absolutisht është kalkulim i pastër elektoral dhe jo vetëm ligji për buxhetin, por edhe vendimet e tjera. Pra, të nxjerrësh vendim për rritje të pensioneve e të tjera që hyjnë në fuqi nga nesër, pra jo vitin e ardhshëm, po qysh nga nesër, vetëm 9 ditë para balotazhit, është indikatori i qartë që kemi të bëjmë me keqpërdorim të resurseve publike për qëllime elektorale, por që si të tilla, fatkeqësisht as nuk janë dërguar nga partitë politike për të sfiduar nëpër gjykatat kompetente, e as nuk duket që në anën tjetër Lëvizja Vendosje dhe Albin Kurti si deputet dhe kryeministër në detyrë ka interes që ta ndërpresi praktik, sepse në fund të fundit, përkundër se po flasim çdo ditë se si nuk do duhet veprojnë tek kështu, ne vetë tashmë po merremi me pasojat e vendimin, sepse vendimet po vazhdojnë të merren sikurse të mos të ekzistonte fare ligji dhe kushtetuta. Po, megjithatë duke mos i sfiduar të gjitha këto shkelje që po thua, atëherë në çfarë faze po e fusim vendin, Eugen? Unë fatkeqësisht besoj që vendi po futet në një situatë të normalizimit të shkeljeve ligjore, ku përsa kohë që qëllimi është në të mirë të qytetarëve, siç u tentua të paraqitet sot, mund të bëjmë çfarëdo shkelje, por që diçka që është në interes të qytetarëve sot, nëse ne lejojmë që të etablohet si praktikë që shkelja e ligjit është jo fort me rëndësi apo me pasoja, do të mund të arrijmë pastaj në pikën ku do të mund shkeljet ligji edhe për diçka tjetër që nuk na konvenon dhe që pastaj do të jetë shumë problem që të kundërshtohet si tillë, sepse do të normohet si praktikë çfarë po ndodh në Kosovë. Dhe kretë në fund, Eugen, cilat janë pasojat në rast se nuk kemi buxhet të miratuar deri në fund këtij viti, do të mungojnë apo jo projektet e reja, do të ketë mungesë të ekzekutimit pagave, apo cili është rreziku më i madh nga mos miratimi i një buxheti? Unë besoj që këto rreziqe përfshir pamundësinë për nisur projekte të reja të prokurimit, për të paguar pagat e të tjerat, janë valide, por jo për muajin janar, jo për muajin shkurt, e mbase jo as për muajin mars. Këto do të mund të vinin në shprehje vetëm nëse nuk kemi buxhet pas muajit mars. Në situatën e tanishme, nuk ka asnjë pasojë të drejtë për drejtë në mungesë të buxhetit në kuptimin e impaktit financiar. Në anën tjetër, normalisht, po qytetarët kanë pritshmëri që do të kemi edhe qeveri me mandat plot, edhe buxhet që reflekton rezultatin zgjedhor, pra kërkesat dhe pritshmëritë e qytetarëve, dhe që unë besoj që ky është një prej dëmeve më të mëdha që po shkaktohet, sepse zakonisht nuk po merret parasysh elementi qytetar, sepse janë në fund të ditës qytetarët ata që duhet ballafaqohen me situata të tilla dhe me ndjenjen e urgjencës apo frikës nëse do t'u dalin pagat në fund të muajit apo jo. Dhe me një vend ku fatkeqësisht ekziston një numër shumë i madh qytetarëve që varen nga po këto paga, kjo ka impakt madh në radhë parë psikologjik, pra është një lloj shantazhi që bëhet, dhe së dyti të njëjtit të vendosur në një pikë të tillë mund të mos gjykojnë objektivisht se çfarë po ndodh dhe kush i ka fajet e çfarë ndodh, sepse në fund ditës qytetarëve intereson t'u dalin pagat për punën e bërë. Nuk ju intereson shumë kush ka qenë shkaktari, arsyeja, pasoja, ligji për qeverinë e të tjera. Prandaj unë besoj që duhet punohet më shumë në këtë drejtim dhe që shpresoj në të ardhmen do t'i evitojmë situatat sikur kjo e tanishmja, ku do t'i humbi muaj të tërë, e tek në momentin e fundit do të na kujtohet që qenë ka mirë të votohet edhe një ligj për buxhetin. Ndërkohë te plani rritjes, a rrezikojmë pezullohen ndonjë mjet ose t'i humbim një pjesë të këtyre mjeteve në rast se nuk kalohet edhe kjo? Jo, në bazë të deklarimeve të akterëve të Bashkimit Evropian, këto mjete janë të dedikuara si të tilla, pra disbursimi si i tillë bëhet nëpër këste të ndryshme. Ajo çfarë
humbim në raport me këto fonde është kredibiliteti ndërkombëtar. Pra Kosova tregohet një partner jo serioz, tazëm jemi duke u futur në një thes me Bosnjë dhe Hercegovinë, të cilët po ashtu nuk kanë përfituar ende nga ky, por ata për motive krejt të tjera politike, derisa ne për blokada krejtësisht të pakuptimta politike, nuk kemi arritur në pikën ku do të votoheshin marrëveshjet në kuadër të planit të rritjes, që do t'i mundsonin Kosovës në periudhë afatgjate për fitimin e gati 1 miliard euro. Atëherë Eugen, falenderoj shumë që ishe zëtu me ne. Faleminderit shumë, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit shumë. Ka qenë Eugen Sakolli nga KDI, me cilin folëm për krizën aktuale politike dhe tani është koha për bllokun e lajmeve të botës.